Presidenti francez Emmanuel Macron ka mbajtur një shëndrim të fortë në forumin ekonomik botëror në Davos duke kritikuar hapur kërcënimet e presidentit të SBA-s, Donald Trump, për vendosjen e tarifave të ashpra tregtare ndaj vendeve europiane. Macron theksoi se Europa nuk do të dorëzohet përballë pasioneve dhe nuk do të pranojë të funksionojë sipas ligjit të më të fortit, duke paralajmëruar si një qasje të tillë do të kthente kontinentin e një vasal politik dhe ekonomik. Ndryshe nga disa liderë europian që kanë zgjedhur një ton më të përmbajtur për të shmangur për shkazimin e tensioneve transatlantike, Macron u shfaq më i vendosur, duke deklaruar se Europa do të vazhdojë të mbrojë sovranitetin territorial, rendin ndërkombëtar dhe sundimin e ligjit. Ai la për të hapur mundësinë që Bashkimi Evropian të përgjigjet në masa të forta tregtare nëse presionet nga Washingtoni vijojnë. Reagimi i Macron vjen pas deklaratave të presidentit Trump, i cili ka kërcënuar në tarifa deri në 200% të produkteve si vera dhe shampanja franceze, si dhe një valë të re tarifash ndaj disa aleatëve europian nga një shkurti. Trump ka lidhur këto masa me kërkesën që SBA-ja të lejojë të blejë Grenlandën, një qëndrim që disa shtete të BE-s e kanë cilësuar si shantazh politik. Macron e cilësoi këtë qasje thelbësisht të papranueshme, veçanërisht kur përdoret si mjet presioni ndaj sovranitetit territorial. Ndërkohë, Bashkimi Evropian pritet të mbajë një samit emergjent në Bruksel për çështjen e Grenlandës. Tarifa ndaj mallrave amerikanë në vlerën rreth 93 miliardë euro, të pezulluara më herët pas një marrëveshje tregtare, mund të hyjë në fuqi me 6 shkurt nëse përplasjet mes palëve vijojnë.